edhe të uroj çdo të mirë. Urdhroni ecë me një tjetër opinion. Më falni se her pas here duke u kollitur, pra se kjo fjala viroz ka mbetur çdo stin, po kemi këtë problem sot. Mirëmëngjes, urdhroni. Normale, gjera sterile nuk ka, po dakord. Më thuaj 1 maj, unë të uroj gëzuar, pa tjetër, unë të uroj gëzuar, pastaj ai diskutimi, festa apo proteste tjerë, ma thoni ju. Nuk, dëgjo, por nuk ka sindikata e kupton se qeverit, të majta djata janë munduar që ti dhunojnë, ti baltosin dhe të shkatrojnë. Tani në një vend pa sindikata, pa drejtim të punëtorëve është qikra në hell. Të marrë qikë dhe ta pjekësh në hell. Kjo është një mashtrim. Kur të vi dita, do japim, do themi përshtypje tona. Zotrin, me eksperiencën tuaj të punës, sa respektojnë të drejtat e punëtorëve në Shqipëri? Dhe t'ua bëj pyetjen, sa respektoheshin para 90-s dhe sa respektojnë pas 90-s? Po, duke ju referuar qinqës, themë 17-18%. Është minimale dhe e trishtueshme. As 20%, nga 100%, e kuptoj. Me që morët si sasi krahasuese. Po, e dyta që kemi shqetim janë zgjedhje. Pa ti referojmë pak sa vërtet të shtim, për çdo etiketim t'japim dhe një argumentim. Shikojmë një tjetërsim të vërtet dhe nuk janë zgjedhje. Pse? Kur pjesa dërmojshme e atyre do zgjidhen dhe ata që bëjnë fushat janë të inkriminuar, janë në listat e SPAK-ut. Qarë kuptimi ka kjo? Unë them se nuk ka kuptim fare. Janë shumë qeveritarë, shumë që janë su kanë dalë rezultatet e hallet e SPAK-ut edhe vonesa e tyre për arsyet objektive, subjektive, këto të ja të marrësh të Belinda Balluku. Kjo është një mënkatare që nuk e që mënkaton asnjë lloj drejtësie, se ajo ka kaluar parametrat të gjitha dhe njerëzore dhe ligjore dhe të gjitha. Prandaj është e kot, edhe ku ndeshet me gazmen bari. Po kush lëvizje pa shkak nuk ka. Janë bërë lagëm aty në fier njerëzit që pa kuptim të shikosh dhe të shikosh vetëm në këto të drejtimit të fushatave të programeve tyre, kur kryeministri ta thot pasër, në 2030 thot do të qojmë minimumin jetik 200 euro, edhe pensionin më të rëziki. Kur tjetëri i miri lik, ta bje 100. Zotri, të ludhem, të pyes të të orientoj. Të ludhem, të të pyes të të orientoj, sepse edhe koha ikën fluturon. Fushata me këto premtimet nga PD-ja, nga PS-ja, nga këtiret, më shumë të ka ngatruar në një farë mënyrë, më shumë të ka bërë kokën vallë, apo je i qartë se këtë do të votosh edhe çfarë premton njëri dhe çfarë premton tjetri? E fundit, shkurt të lutem. Që nga vlerësimet tona dhe vlerësimet e ndërkombëtarëve, edhe të gjermanëve që bëri atë rezolutën tani dhe shumë të tjera, unë them se duhen shtyrë zgjedhjet. Sepse ke njerëz janë të ike do vënë në SPAK, nuk sqarohet dhe SPAK-u, se SPAK-u na njeri kërcënohet, në njeri thotë do s'jeti këtë mos. Po të stabilizuar duke shkelur interesat e tyre. Unë them se duhen shtyrë zgjedhjet për në tetor. Për në tetor, dakor. Faleminderit. Faleminderit të përshëndes për telefonatën.